Po unë ndro. Ne thomi për manandë, ju? Ne më mirë, ju e tjetë. Po, e kam tjetë edhe vitin që të defikën. Ta ne adëm gjesh mu? Po, se s'pa dhe besim kjo. Tërmet, i ishte baba dhe, poshe dhe, të zi. I marë. Kandidati i Partisë Demokratike në qarkun e Lezhës, Gjin Gjoni, ka ngritur akuzat të forta ndaj kryeministrit Edi Rama dhe ministrit të drejtësisë Ulsi Manja, duke akuzuar për përfshirje të manipulimit të votave të emigrantëve shqiptar në Itali. Sipas tij në Lezhë, po zbatohet në heshtje manuali 184 dhe ashtu quajturi manuali Çyrbja, që diku u përdor për blerjen e votave. Gjoni shprehur shqetësimin për një rast të publikuar nga syri televizion, ku një emigrant në zyrë të DHL në shtetin italian udhëzoi përmes telefonit nga një patronazhist për të votuar një kandidat të Partisë Socialiste në Lezhë, duke përmendur dhe emrat e Ulsi Manjës dhe Ermal Paçajt. Ai kërkoi SPAK dhe Task Forces për krime zgjedhore të veprojë menjëherë dhe u bëri thirrje Altin Domani dhe institucioneve përgjegjëse për të ndërhyrë në Lezhë. Sipas tij, manipulimi mund të provohet vetëm përmes sekuestrimit të telefonave dhe analizës së komunikimeve të patronazhistëve. Gjithashtu, Gjoni kërkoi dhe reagim nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, duke i bërë thirrje Ilirian Cilibashit të distancohet publikisht dhe të vendosë në dispozicion të SPAK-ut të zona për rastin. Ai cilësoi votën e emigrantëve si një arritje që nuk mund të përdhoset dhe u bëri thirrje lezhjanëve të votojnë masivisht për të rezistuar manipulimeve.